Jemi konfrontu si familje me një sfidë, o dasht me dalë jashtë vendit. Qendra që unë kom punu është njëra ndër më të mëdhaja në Lozan. Rrugtimi im ka qenë pak ma kaotik nështë se i kolegëve të mi që kanë fillu këto shkollimin. Do me thonë, unë e kom kry shkollën e mesme në Prishtinë, kom kry fakultetin deri në momentin kur o mbyllë prej qeverisë serbe. Pastaj kom shku në Sarajev, si shumica e kolegëve të mi, edhe atje kom përfundu studimet. Lufta na ka shpërndan në përvende të ndryshme, unë rastësisht kom qëllu në Francë, pastaj jemi kthy me familje, edhe do me thonë jemi kthy në për klinika, unë e kom zgjedh psikiatrin, ka qenë lëmia që mu ka pëlqy gjithë, edhe kom kry aty vitin e parë dhe dytin, pastaj jemi konfrontu si familje me një sfidë, për të cilën o dasht, do me thonë, me dalë jashtë vendit. Kosova mbas luftës, do me thonë, ndihmum prej Bashkisë Evropiane, ata kanë sjell për shembull terapeut ose profesionist të ndryshëm për me formu gjeneratën e re se një shtet që del pas luftës. Universiteti i Prishtinës ka pas bashkëpunim me një universitet në Francë që është Universiteti i Saint-Etienit. Periudhën kur kemi bashkëpunu na me Universitetin e Saint-Etienit, njëra ndër pikat kryesore të bashkëpunimit ka qenë normal me ardhë profesorët edhe me formu ekipet në Kosovë, do me thonë përmes ligjëratave, seminareve, po njëkohësisht kemi bashkëpunu edhe në atë mënyrë që për shembull specializantët kanë ardhur prej Prishtinës në qendrën universitare të Saint-Etienit, kanë për një periudhë parafërsisht 6 mujore, edhe aty do me thonë janë formu që më tutje ata pastaj me qenë të gatshëm për me impliku do me thonë në Kosovë të njëjtat njohuri që i kanë marrë aty. Sot, për shembull, është kjo qendra e urgjencës psikiatrike në Prishtinë, e cila, do me thonë, e ka krejt ekipën të specializume, edhe kjo qeveria zvicrane ka bë finansimin e kësaj ndërtesës. Ishin 2 profesorë që vishin, do me thonë, me nevojt nivel ligjërata. Të 2 këta profesorë, do me thonë, kanë qenë ata që mu më kanë hapë derën pastaj me vazhdu karrierën time në Saint-Etienne. Shansën që pata, do me thonë, me fillu në servisin e profesorishës Masubr, fillova në urgjencë, aty pastaj për 12 vite rresht, kom qenë çdo herë në servisit që ajo i ka udhëheq. Ka qenë e vështirë, po njëkohësisht për mu ka qenë një ëndër se kur kam ardhur në këtu kam ardhur për qëllim tjetër edhe ndoshta karriera profesionale ka qenë sekondare, po fatmirësisht gradualisht do me thonë kom rri aty ku jam sot. Në Francë, do me thonë e kom kry edhe njerë specializimin, se është dashur me kry, si praktikant hospitalier i thonë këto, që është do me thonë niveli më i lartë në aspektin klinik. Një prej atje, do me thonë udhëtonim edhe mbajnim kontaktin vazhdimisht me familjen, për shkak se nuk i kemi kërkan të afër, do me thonë edhe udhëtimet kanë qenë më të vështira, kështu që 12 vite pas, vendosëm më afru ma afër klinika Gjeneva, për shkak se kishe më aeroportin këto, edhe, do me thonë, 2012 unë erdha në një qytet të Francës që quhet Thonon-les-Bains, edhe aty kam punu në spitalin kryesor, do me thonë të qytetit, kam pas poste të ndryshme, si për shembull përgjegjësi e spitalit ditor, përgjegjësi e psikiatrisë de liaison, dhe kjo do me thonë ka qenë një spital periferik, që është jo universitar, po spital qendror i qytetit. Pastaj me kohë fëmijët u rritën, vazhdu studimet, edhe në 2017 unë vendosa me kalu në Zvicër, me punu do me thonë në Zvicër. Aty kom fillu bashkëpari në Lozan. Në Lozan është një qendër që quhet L'Etoise, është një institut që bën konsultime ambulantore, që ka një kapacitet shumë të madh. Qendra që unë kom punu është njëra ndër më të mëdhaja, do me thonë në Lozan, me 250 punëtor, më duket i ka. Edhe aty kom fillu si do me thonë shefe një repartit, pastaj servisit, edhe për 2 vjetë e kom udhëheq, do me thonë krejt atë qendrën. Kjo ka qenë deri para
2 viteve, do me thonë. Sfidat janë të gjithfare, po kryesorja çka është për me gjetë vetën është me ditë çka po dënë. Edhe për mu ishte e rëndësishme me pas ma shumë liri, me pas ma shumë kohë, me kalu me familjen, me fëmijët, me pas një qasje tjetër të punës që e bëj, edhe vendosa me hi procedurës për me kalu në punë private, do më thonë në aktivitet edhe, do më thonë prej janarit, është shumë frek, që jam këto në qëtë kabinet, do më thonë ku punaj vetë. Në aktivitetet që unë i bëj, do më thonë janë konsultimet në rand parë, konsultimet do më thonë me pacient, po kam edhe në përgjithësi disa specializantë të cilët do më thonë janë të obligu me kalu gjatë udhëtimit të tyre për më bë specialist. Ndryshe është kur e sheti për shembull një person i cili shprehet lirshëm, ja kupton kulturën, ja kupton preokupimet, sidomos në lëmin e psikiatrisë është shumë e mangët ajo qasja kur shkon për shembull pacienti me një përkthyes. Do me thonë kjo është mirë edhe për mu, po edhe për personat që vinë edhe konsultohen. Kemi pacient, klient të gjitha komuniteteve, po sigurisht unë jam e lumtur që më në fund edhe komuniteti shqiptar nuk e ka më të stigmatizuar faktin që te psikiatri nuk dohet me shku pa pas një arsye shumë të madhe. Edhe unë jam e lumtur që kam edhe pacient shqiptar, të cilët ose vinë direkt, ose vinë zakonisht të orientuar prej kolegëve të mi, ka këto plot kolegë edhe shqiptar, do me thonë mjek që punojnë si mjek familjar. Kisha thonë trive kryesorja kishme qenë ndëgjoni veten, ndiqni ëndrat e juve, kur nuk është vonë. Kryesorja është me ditë ato me të vërtet çka po dënë. Për me mujt me mriq ato do të me njoft veten, për me njoft veten ka njëherë është e vërtet që sfidat të cilat i kalojmë, marrim mësime, na ndihmojnë me vazhdu më tutje, po janë edhe profesionistat, do me thonë të shëndetit mendor, ka psikolog, të cilët mujnë me na ndihmu edhe me gjetë ma let rrugën të cilën jemi ty e kërku, se jemi të jetu me një situatë, me një botë mjaft konfuze ka njëherë, stresogjene edhe me të vërtet ndihma e profesionistëve është e domosdoshme. Për shembull, unë personalisht jam me formu me qatë terapin që thash kognitivo-komportamentale, mirë po e kam si specialitet meditimin në vetëdije të plotit, bjem bukvalisht, do me thonë është një qasje e meditimit që është ma shumë shkencore, e cila të ndihmon mu qëndru te vetja, me njoft veten, me menaxhu emocionet, me menaxhu stresin, edhe ka njëherë është kjo, që me thonë, hapi parë për me mujt me vazhdu matutje, mi trajtu disa probleme psiqike.